Sot dua t'ju bëj një pyetje që lidhet me temën tonë. Sikur të ketë një natë e vetme, e cila peshon sa një jetë e tërë. Pra, një natë, jo një muaj, jo një vit, por një natë, që vlen më shumë se 1000 muaj. Kur Allahu të hap një dritare të vogël në kohë, ajo dritare mund të ndryshojë gjithë jetën. Ne të gjithë dimë çfarë është Ramazani, muaji i agjërimit, i pastrimit, i qetësimit të shpirtit dhe i kthimit tek Allahu. Dhe këtë vetë Kurani na kujton se Ramazani është muaji në të cilin u shpall Kurani si udhëzim për njerëzit. Dhe ndoshta e ke vënë re edhe ti, në Shqipëri ndonjëherë shikon që edhe kur nuk janë praktikues të rregullt, e ndjejnë këtë muaj. Disa agjërojnë disa ditë, disa të paktën ditën para natës që ata e presin si natë kadri. Pra, ka njerëz që se din shumë fen, por e ndjen deri në palc nevojën për të pasur natën e kadrit. Tani, le ta vendosim fokusin. Kur vinë 10 netet e fundit, i dërguari i Allahut, paqja qoftë mbi të, e ndryshonte ritmin. Transmetohet se ai e shtrëngonte rripin, pra punonte fort, e gjallëronte natën me adhurim dhe e zgjonte edhe familje. Kjo do të thotë diçka shumë të thjeshtë. Nëse profeti e rriti përpjekjen në këto net, atëherë këto net nuk janë si gjithë netet e tjera. Në 10 ditët e fundit, profeti nuk e shihte Ramazanin si po mbaron Ramazani, po mbaron muaj, por si po fillon kulmi. Në këtë mësim do të qëndrojmë te një sure shumë e shkurtër, por me peshë të jashtëzakonshme, surja El-Qadr. Ajo flet pikërisht për natën e kadrit. Ju lutem, ktheni telefonin në pozicionin horizontal, pra landscape, në mënyrë që ta shihni qartë ekranin, prezantimin ose përkthimin e Kuranit që do t'ju sjell. Le ta shikojmë surën El-Qadr, pra surja 97, dhe ta lexojmë një herë në arabisht. Auzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lejlatil qadr. Wama adraka ma lejlatul qadr. Lejlatul qadri khayrun min alfi shahr. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Pra, kaq pak, vetëm 6 vargje me gjithë bismillahin dhe kuptime të pafundme. Përkthimi është me emrin e Allahut të gjithëmëshirshmit, mëshirbërësit. Padyshim, ne e zbritëm atë, pra Kuranin e shenjtë, në natën e kadrit. E si mund ta dish ti se që është nata e kadrit? Nata e kadrit është më e mirë se 1000 muaj. Në të zbresin engjëjt dhe shpirti i shenjtë me urdhrin e Zotit të tyre në çdo çështje. Paqe. Kjo vijon deri në agim. Tani le ta zbërthejmë me zemër dhe me mend. Për ta kuptuar më thellë këtë sure, së pari, le ta kuptojmë çfarë do të thotë kader në arabisht. Pra, fjala kader, pra qadr, nga kjo vjen edhe emri i sures, edhe nata e kadrit. Do të thotë, pra në gjuhën arabe do të thotë vlerë e një sendi, fuqi, cilësi, kohë apo afati i caktuar për një çështje, urdhër, dekret, nderim. Pra, ka të gjitha këto kuptime, fjala qadr. Një nga edhe emrat e Allahut madhërisëm i përmendur shpesh në Kur'an është El-Qadir, domethënë caktuesi, i plotfuqishëm. Kështu në natën e kadrit bëhen caktime, shfaqet plotfuqishmëria e Zotit, përcaktohet vlera e njeriut, lëshohen urdhra të rinj, dekrete të reja, vendoset nderi i njeriut. Kjo natë është aq e bekuar sa që edhe vetë Kurani i shenjtë u zbrit në të, sepse nuk ka caktim më të madh se sa Kurani, së bashku me profetin alayhis salam. Nuk ka manifestim më të madh
të Zotit plotfuqishëm se sa zbritja e Kuranit. Nuk ka dekret apo shpallje më të madhe se sa vetë Kurani i shenjtë. Vetë Kurani është provë e kësaj të vërtetë. Filloi zbritja e Kuranit mbi profetin Muhammed alayhis salam në muajin e Ramazanit. Pra, filloi kjo zbritje siç Kurani e përshkruan në surën Al-Baqara që shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran, që muaji i Ramazanit është ai në të cilin ka zbritur Kurani. Tani parafitroni pak skenën. Ku ndodhet profeti? Në një shpellë të errët, larg vendbanimeve, ku njerëzit e tjerë nuk shkonin nga frika. Në atë natë kadri, Zoti jep një mision profetit. Cili ishte misioni? Ti dilte kundër gjithë botës. Ta shikojmë pak surën Al-Qadr, se çfarë, pra surja Al-Qadr, po ta shikoni, kjo sure, më falni, surja Al-Alaq. Pra surja Al-Qadr është kjo sure që ne po flasim, ku përmendet nata e Kadrit, kurse surja e parë që zbriti profeti sallallahu alaihi wasallam, natyrisht ajo ishte në natë Kadri, në të cilën ajo sure zbriti. Dhe ajo quhet Al-Alaq. Edhe ajo në Kuranin që kemi, pra që lexojnë të gjithë muslimanët, është renditur përpara sures Al-Qadr. Pra kjo është surja 97, pra surja Al-Qadr, kurse surja Alaq është surja 96. Ja të shikojmë direkt tek surja 96. Dhe kur shikon këtë, Zoti i Madhërisëm i thot profetit që ditën e parë, që tani e tutje nderi do të lidhet me mua dhe me ty, kurse për atë që do të doj poshtërimin tënd, pra duke i drejtuar profetit, domethënë Allahu thot që Zoti thot që do ta tërheq zvarr për ballukësh. Shikoni, për shembull, që në surën e parë Allahu e thot Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, pra lexo në emrin e Zotit tënd që krijoi, pra i drejtohet profetit në veten e dytë duke sjell atë në planin kryesor. Dhe pastaj thot që Iqra wa rabbukal akram. Pra që fjala akram do të thot natyrisht edhe bujar, por edhe i nderuar. Pra Zoti yt që është më i nderuari. Dhe pastaj natyrisht për ata njerëz që do t'i dilnin kundër profetit, çfarë thot Allahu? Ne ta shikojmë që thot nëse pra ai, pra kundërshtari i profetit nuk tërhiqet, do ta tërheqim ne zvarr për ballukësh. Tani çfarë ndodh kur ti i del kundër botës? Nëse nuk ka as pak vërtetësi në fjalën tënde, do të asgjësohesh që ditën e parë. Por njeriu i Zotit patjetër që do të ngjitet lart, shkallë. Në këtë situatë, çfarë do të bënte bota? E zhytur në mëkate. Ajo pra nuk është gati ta pranojë profetin. Ajo do të mbledh forca. Prandaj që në surën e parë, Zoti i tha profetit sallallahu alaihi wasallam edhe këtë gjë. Ja shikojmë, çfarë thot? Allahu thot që ai, pra kundërshtari i profetit, le të tharras shoqërinë e tij. Ne do të tharrasim engjëjt e xhenemit. Tani imagjino çfarë kaderi që ditën e parë. Çfarë caktimi është ky? Dhe fakti që e gjithë kjo u realizua brenda jetës së profetit sallallahu alaihi wasallam tregon fuqinë e natës së Kadrit në të cilin Kurani i shenjtë filloi të zbritet. Sa shumë engjëj mund të jenë zbritur vallë, sa shpesh mund të jetë zbritur shpirti i shenjtë në atë kohë. Sa shumë urdhra për çdo çështje janë shpallur dhe sa shumë paqe është vendosur në të gjithë botën atë Kadri vallë. Ajo ishte tamam një Big Bang në universin shpirtëror që për mira vite të ardhshme do t'u ndryshonte jetën miliarda njerëzve. Pra, shkojmë prapë tek surja Al-Qadr, surja 96, dhe shikojmë që ajo natë Kadri, ku zbriti Kurani i shenjtë, ishte aq i fuqishëm sa që në nder të asaj nate, Zoti neve gjunaqarëve na dha mundësinë që në çdo Ramazan ta gjejmë natën e Kadrit sipas kapacitetit tonë. Nëse
ne do ta gjejmë natën tonë të Kadrit, në atë natë do të vendoset standardi ynë i zhvillimit, sipas nivelit të lutjeve që ne bëjmë. Sepse duhet parë nata e Kadrit në të dyja planet, si në planin e umetit, ashtu edhe në planin individual. Natën e Kadrit për të gjithë umetin na e solli i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam. Kurse në planin individual ne kemi për detyrë ta sjellim në jetën tonë. Ajeti i parë na jep lajmin më të madh. Allahu thot që Kurani u shpall në natën e Kadrit. Pra, ne e zbritëm atë në natën e Kadrit. Dhe ky nuk është vetëm lajm historik. Ky është mesazh. Udhëzimi i Allahut nuk erdhi në një ditë të zakonshme, por në një natë të veçantë. Sikur vet koha të na thot, zgjohu. Kurani thot se në këtë natë filloi zbritja e shpalljes, pra filloi surja Al-Alaq, siç ju thash pak më herët. Në të njëjtën kohë, Kurani vet e lidh shpalljen me Ramazanin. Një njeri në vetmi, në reflektim dhe papritur, një barë hyjnore. Kjo është logjika e udhëzimit. Allahu e nis revolucionin shpirtëror nga një zemër e vetme, e pastër, dhe pastaj e shtrin te miliona. Allahu nuk e ndryshon botën me zhurmë, me potere, jo, e ndryshon me shpallje, me wahi, me ilham, pra me frymëzim ndërmjet atij dhe robit. Shumë njerëz e lexojnë Kuranin, por shumë pak e kuptojnë se si lidhen ajetet me njëra tjetrën dhe se si fjalët e Kuranit mund të ndryshojnë jetën e njeriu. Në këto mësime ne nuk bëjmë vetëm përkthimin e Kuranit, ne përpiqemi të zbulojmë logjikën e Kuranit, domethënie të thella të ajeteve të Kuranit, lidhjen mes sureve dhe mesazhin e gjallë që Kurani ka për jetën tonë sot. Kjo video që po shikoni është vetëm një pjesë e një mësimi të plot për shpjegimin e Kuranit. Nëse dëshironi të merrni pjesë në këto mësime, që janë pa pagesë, janë falas, më shkruani në WhatsApp me mesazhin "Dua të marr pjesë në mësim për shpjegimin e Kuranit". Numri WhatsApp është në ekran. Le të kthehemi në temën e fjalë. Ajeti i dytë bën një goditje të butë në krenarinë tonë. Thotë: "E si mund ta dish ti se ç'është nata e Kadrit?" Këtu ka gjëra që simat dot me logjikën e zakonshme, sepse ne jemi mësuar të masim me orë, me kalendar, me para, me sa bëra sot, por ka net ku Zoti të thot, ky është standard tjetër. Ka net që nuk maten me orë, maten me qiell. Pastaj vjen ajeti që e njeh çdo kush. Nata e Kadrit është më e mirë se 1000 muaj. Nëse e përkthen thjesht matematikisht, 1000 muaj i bie rreth 83 vjet e ca muaj. Pra më shumë se një jetë e tërë. Ka edhe komentim tjetër që në gjuhën arabe 1000 shpesh përdoret edhe për të dhënë idenë e një kohe shumë të gjatë, jo domosdoshmërisht si një kalkulim i ftoftë. Pra, kuptimi i përbashkët është kjo natë e te i kalon çdo pritje. Tani le ta sjellim në jetën e përditshme. Ti e di, çdo të thot një moment që të ndryshon jetën. Një telefonat që të hap një derë pune, një lajm që të ndryshon drejtimin, një po ose një jo që ndërton të ardhmen. Ndonjëherë një vendim në 30 sekonda e sjell rezultat për 30 vite. Kështu edhe nata e Kadrit. Një natë, por rezultate afatgjata. Në jetë ka vendime që kushtojnë pak, por vlen shumë. Nata e Kadrit është vendimi më i madh. Tani vjen ajeti i radhës. Thot: "Në të zbresin engjëjt dhe shpirti i shenjtë me urdhrin e Zotit të tyre në çdo çështje." Në tefsiret e njohura, ruh këtu shpjegohet si Xhibril për shkak të veçantisë së tij nga engjëjt e tjerë. Për çfarë zbresin? Ajeti thot me lejen e Zotit të tyre për çdo çështje, çdo urdhër. Këtu na vlen të kuptojmë fjalën qadr. Në rënjën e saj, ajo lidhet me kuptime si mas,
përcaktim, dekret, fuqi, vlerë, siç ju shpjegova pak më herët. Pra, nata e Kadrit është nata e vlerës dhe e përcaktimit. Natë kur vlera e njeriut mund të ngrihet dhe rruga e tij mund të rregullohet me pendim, me lutje dhe me kthim tek Allahu. Edhe vetë Kurani e përdor rrënjën e kësaj fjale për të përshkruar, siç ju thash, plot fuqishmërinë e Allahut, duke thënë wallahu ala kulli shay'in qadir, inna Allaha ala kulli shay'in qadir. Pra Allahu është i plotfuqishëm për çdo gjë që dëshiron. Kjo na e bën logjike. Kur Allahu është i plotfuqishëm mbi çdo gjë, atëherë edhe një natë e vetme mund të ketë peshë sa një jetë. Pra, kur ti se ndryshon dot veten në 10 vite, Allahu është i plotfuqishëm ta ndryshojë zemrën tënde në një natë të vetme. Ajeti i fundit mbyll me një fjali që është si balsam. Thot, paqe, kjo vjon deri në agim. Tani ndale dhe mendo, Allahu e përshkruan kulmin e një nate jo si dritë, jo si zjarr, jo si dramatik, por si paqe. Kjo në tregon, nëse do ta kërkosh natën e Kadrit, mos e kërko në nerva, mos e kërko në mendjemasi, mos e kërko në sherr, kërkoje në paqe. Nata e Kadrit s'është natë paniku, është natë paqe. Dhe tani vjen pyetja praktike, kur është nata e Kadrit? Shumë njerëz e lidhin me natën e 27, ka arsye pse kjo është përhapur si mendim, por vetë profeti alayhis salam nuk e mbylli çështjen me një datë fikse për të gjithë njerëzit. Udhëzimi i bazë është kërkoje në 10 netet e fundit dhe në netet teke kërkoje më shumë. Dhe ja një ngjarje tronditse që pikërisht lidhet me kohën e natës së Kadrit. Profeti sallallahu alaihi wasallam doli të tregonte kohën e natës së Kadrit, por dy musliman po grindeshin. Për shkak të kësaj u hoq dituria e saktë e natës, e thot profeti. Dhe njerëzit më pas u udhëzuan, pra profeti sallallahu alaihi wasallam u tha ta kërkojnë në net teke të 10 ditësh të fundit. Çfarë mësimi ka këtu? Natën e Kadrit nuk e gjen dot nëse je grindavec. Natën e Kadrit nuk e gjen dot nëse zihesh për dynjan. Natën e Kadrit nuk e gjen dot nëse e mërzit profetin e kohës. Besoj se nuk ka mërzitje më të madhe për një profet kur ai sheh që dy nga besimtarët e tij të grinden me njëri tjetrin. Profeti vjen për t'u ndryshuar jetën njerëzve. Kur këta njerëz pas ndryshimit zihen përpara profetit për dynjan, për egon, është një pamje shumë e dhimbshme për profetin, sepse njerëzit e tillë dëmtojnë vetë qëllimin, misionin e shenjtë me të cilin vjen profeti. Prandaj natën e Kadrit nuk e gjen dot kur nuk e kërkon paqen. Imagjino, profeti po shkonte për t'u treguar kohën e natës së Kadrit, nga grindja e njerëzve, Allahu e pamundsoi profetin duke e bërë të harronte. Nata e Kadrit, pra kjo tregon, është në dorën e Allahut. Këto janë mësime. Tani shikojmë situatën e muslimanëve sot në botë në përgjithësi. Këtë vit, sa filloi muaji Ramazanit, dy shtete që e quajnë veten musliman fillojnë të luftojnë me njëri tjetrin. Pas një jave filloi lufta në të gjitha shtetet muslimane, pavarësisht se luftën e nisi një superfuqi perëndimore, forca dexhalliste madje. Por shtetet islamike janë në gjendje të tillë që nuk mund të bëhen dot bashkë për të mbrojtur interesat e veta. E si rezultat, vetë shtetet islamike kanë hyrë në luftë me njëri tjetrin. Çfarë natë e Kadrit presin këta në një situatë të tillë? Kjo situatë, një gjë thot shumë qartë. Shtetet islamike nuk mund të mundsojnë ty natën e Kadrit. Me fjalë të tjera, zyrtarët fetar të lidhur me politikën nuk mund të ndihmojnë ty për ta gjetur natën e Kadrit. Përkundrazi, do të largojnë akoma më shumë nga ajo. Në këtë kohë duhet të kërkosh vetë, duhet të gjesh vetë. Ne besojmë se ishte e përcaktuar se pikërisht në këtë kohë të vinte Imam Mehdiu. Dhe kjo si pjesë e natës së Kadrit të profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Pra, fuqia e asaj nate të Kadrit që solli profeti sallallahu alaihi wasallam ishte që në këtë situatë të tillë kur muslimanët janë kaq të përqarë, duhet të ishte
Imam Mehdiu alayhis salam. Dhe ne besojmë që ai ka ardhur. Pra, me një fjalë, ne xhamati musliman Ahmedia jemi në natën e Kadrit sepse kemi pranuar shërbyesin e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Ju mund ta lexoni këtë libër, pra Fitoria e Islamit. Ky është në fakt libri i parë që ai shkroi pas deklaratës. Edhe këtu ai shpjegon edhe natën e Kadrit në një këndvështrim tërësisht ndryshe. Ju mund ta lexoni këtë. Pra, nëse nuk e gjeni dot vetë, më shkruani në WhatsApp, do t'ju dërgoj linkun. Këtu lexoni natën e Kadrit në planin e gjithë umetit musliman. Tani kthehemi sërish në planin individual, pra shkojmë prapë tek Surja 97 për të parë në planin individual. E para, nëse ti do të kërkosh një natë që Allahu e quajti paqe, nuk shkon duke mbajtur inat. Pra, siç ju tregova atë ngjarjen që dy njerëz ishin ngrindur dhe profeti sallallahu alaihi wasallam tha për shkak të tyre unë e harrova kohën e natës së Kadrit. Pra, nuk shkon dot duke mbajtur inat. E dyta, shpesh ne u humbasim më të shenjtën për shkak të gjërave më të vogla. Dy fjalë, dy ego, dy nerva dhe zemra të errësohet. Sa herë ndodh që je gati të falesh me përqendrim, por një mesazh në telefon të prish. Sa herë je gati të kërkosh falje tek Allahu, por të kujtohet një moment dhe të vlon gjaku. Sa herë je gati të qash në sejdë, por e mban mend pse ma bëri ai mua. Dhe zemra të ngurtësohet. Ndonjëherë se humbim natën e Kadrit, e humbim paqen brenda nesh. Dhe bashkë me të humbim edhe natën. Tani çfarë të bëjmë praktikisht në mënyrë që ky ligjërim të mos mbetet thjesht emocion? Do t'ju jap një plan shumë të thjeshtë që mund ta bëj kushdo, edhe nëse s'ke forcë për shumë gjëra. Spari hyr në natë, pra në këto netet teke, me pajtim. Nëse ke një konflikt me dikë, bëj një hap, një mesazh i shkurtër, një telefonat, një halal më bëj, sepse kjo natë është paqe deri në agim. Së dyti, fal namaz sa të mundesh. Edhe 2 rekate me zemër janë më të forta se shumë rekate të shpërqendruara. Së treti, lexo Kur'an. Lexo pak, lexo disa faqe, por me mendimin që ky është mesazhi që zbriti në këtë natë. Dhe së katërti, lutja që na ka mësuar profeti sallallahu alaihi wasallam. Pra, siç e shikoni në këtë pamje, që kjo është lutja. Allahumma innaka afuwun kerimun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ka transmetime ku vjen edhe më i shkurtër, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Edhe ka transmetime ku vjen edhe fjalën kerim. Ne do të marrim të plotën, se nuk është shumë e gjatë. O Allah, je shumë katfalës, shumë bujar, të pëlqen falja, më fal mua. Dhe pse kjo lutje kaq e fuqishme? Sepse falja nuk është vetëm të hiqet dënimi. Jo, falja është rindezje. Falja është të pastrohesh që të rilindësh. Profeti a.s. na e lidh natën e Kadrit me faljen e mëkateve të mëparshme. Në natën e Kadrit kërko falje sepse falja është fillimi i një jete të re. Nëse në një natë të caktuar Allahu ta jep një qast sinqeriteti, mos e humb. Sepse nata e Kadrit nuk vjen me shenja të jashtme, me shenja të dukshme. Ajo duket me një shenjë të brendshme. Zemra zbutet, loti vjen, egoja ulet dhe ti e ndjen se je më afër se kurrë. Pra, le ta kërkojmë jo thjesht si datë, por si gjendje. Gjendje paqeje, pendimi, përullësie dhe shprese. Allahu na e dhënë që në secilën nga këto net të na përfshi atë që premtoi, mëshirë, falje, paqe deri në agim.